ky vendim i ditë e sotme ka qenë spontan, nuk ka qenë i marrën me komand, po ka qenë i vendim i vetë herojve sot, si kujtojmë, me shkuë me ndalë një ekspedit të ushtrisë serbe, të forcave serbe, që këshin marrë drejtim të një vendodhje të familjeve e të civilëve shqiptarë që ishin strehue. Pra në një lugë atje, në një luginë, dupo qakë, ishin shumë familje, shumë fëmijë, kishin një kohë gjatë që ishin ashtu, edhe ata ishin në vështirësi me ushqime, me medikamente, me probleme. Dhe tani ishte një moment tepër i vështirë edhe imi, si me veprue. A me dha një urdhër me shku me ndalë një ekspedit serbe me as pak potencial që na kishim. Aja ekspedita ishte shumë e madhe, ishin mjetët motorizume, ishin pra teknik lufte e çdo gjë, apo me hesht faktin që forcat serbe po shkojnë me i masakrue familjet tona, civilt, pa mbrojtun, gratë, fëmijë. Për fat këta ma lehtësun mu, s'kan me marrën vendim, këta morën vetë vendim. Pa, kur kanë dëgjue Shkëndzeli, Hasimi, Fatmiri, Luani, s'kan pyet. Pa, na u nisëm. Kuptohet e një spartë, pastaj ka pas atyre që i shku pas tyre, edhe si shoj, pra ka ndodhur një përballje pa barabartë, të gjithë ata që kanë mrije në vend luftim të partë, kanë ra aty dëshmor, Luani është plaguron, Luani Manaj, nuk i ka përballu plavët, edhe pse kemë bo përpjekje me qunë shërim jashtë Kosovë. Pra kjo betejë është kështu, e thjesht, njerëz që kishin kalu gjithë ato vite, gjithë ato kohë lufte, vite lufte, gjithë ato beteja, gjithë ato suksese, sfida, kuptohet, u ndodhe një pozitë tepër pa barabartë, pra tepër pa barabartë, nuk ishim as pozicione lufte aty në vendosta. Po ta ku kanë mëri, ku i kanë zonë forcat serbe të janë ndajtim civilëve, aty u kanë dalë përballë. Pas ka qenë pozicion lufte, ka qenë veç një vullnet, mos me lanë civilët të pambrojtun. Tani, edhe kjo betejë, edhe shumë gjare si kjo, kuptohet, edhe na fillën e kanë shumë të hershme. Se shqiptarët kanë bo përpjekje, mos mu pajtu me ato vendimet që në marrë në për ngjarjet maja ndërkombëtare. I kujtojmë na shqiptarët i dimë